Të gjitha falënderimet dhe adhurimet tona I takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Vetëm atë falënderojmë, vetëm për atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që I mohë Zoti drejton, askush nuk mund ta devijojë, ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lën, humbi askush që ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe I dërguar I Zotit, të cilin Allahu na e ka thënë në Kur'an, dallues I të vërtetës nga shtemra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahu qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër, dhe për mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtara që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahu qoftë edhe për mbi gjithë ju që jeni sot bashkë. Allahu na falet në mëshirë. Besoj një gjuhë fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, që unë po e përsëris edhe një herë. Fjalë me cilën përmendet një pejgamber I Zotit që është Jusufi alayhis salam. Vallahi, kemi të bëjmë një njeri të veçantë, I dashur I Zotit, pejgamber I Zotit, por ka kaluar rreth një 6 prova të vështira shumë. Edhe ajo që të përfitojmë sot nga ky ajet I Kur'anit dhe më shumë, është këshilla ime e para, pa edhe fundit mbas saj hyrje, mos u turpro, mos u marro, apo marship, mos u fllek, ruaj, bëhu burr, bëhu gruarin, në çfarë do gjendje që ti jesh dhe që të vesh, mos u marro, mos u korrik. Besoj gjithë dhe kuptoni, në shqip. Çfarë tha? I thanë shokët e burgut, Jusufit alayhis salam, inna narake min al-muhsinin. Po të shohim se qeni njëri I mirë. Po të shohim se qeni njëri I mirë. Sa po ka hyrë burg? Jusufi alayhis salam. Kemi të bëjmë një djalë të ri, I cili duke qenë mosh të re, rreth 7-8 vjeç apo 10 vjeç, apo 12 vjeç, apo më I ri, pa një ëndër. Mirë për gaboj, duke qenë fëmijë, për gaboj atë ëndër, ja u tregoj edhe vëllezërve të vetë. Ato ishin më të rritur dhe e kuptuan që ky me të vërtetë do të jetë njeri I mirë dhe I dashur I Zotit. Por kuptuan që babai do ta dojë shumë këtë djalë. Edhe morën një vendim për ta zhdukur. Jakubi alayhis salam, Allahu e mëshiroft, e porositi që mos ja tregoj vëllezërve se do të hapin punë. Do të bëhen xheloz. Përfundimisht e mashtruan djathtin, e morën dhe hedhin në një pos. Keni parasysh në pos një fëmijë, sigurisht që vdekjen e kishte sigur, apo si janë edhe të thellë posat atje, janë thellë, jo si këtu për shembull me 4-5 metra me nxjerr ujë. Edhe e sigurt vdekja, zhdukja. Atë morën një këmishë e bon me pak gjak, kështu thënë e hongri ujë ku mbaroi punën. I jati nuk u bit për te, Jakubi alayhis salam. Mirë po vazhdon çështja e Jusufit alayhis salam. Dhe ca njerëz rrugtar për të pi ujë. Sa pa hedhin atë kohën atë për të nxjerrë, ai kapet të kohë dhe shohin dritë veni se ishte dhe djali I bukur. Domethënë, njifet si pejgamberi I Zotit më I bukuri nga pamja jashtme. Pra, edhe djeli domethënë nuk kishte fuqi dritë, se sa kishte dritë Jusufi alayhis salam. E morën, topo e parë që djali mirë, I bukur, I pashër, duhet në tjenë në treg ku shiteshin,
bleheshin gjana. Edhe e vunë në shqitje. S'proveron. Moshere ishte. Në mëna e shqitet për sklav, për hizmeqar, për punëtor, ta merë të dikush. Edhe atje e morën, e bleu një gru. Shumë shtrejt e bleu, edhe e morën shri. Do të rejtë e thë, i tha dhe shoqit e bon me në bashkë, edhe sigurisht që do të në ndihmojnë dhe për punë, për me i sen, do të në duhet. Ishte dhe i bukur shumë. Pra, këtu fillon e sprova e parë. Edhe unë po më thëmë ju që nëse u ka ra puna që në punu, ke një njëri, që ju ka marrë në punë, se du se që ka hije punëtore. Si që ka hije punëtore. Jeto me nera duke ke puna, ke shpije, ku të kanë marrë. Se edhe në për shpije i marrë njerëzit për të punu. O se du të manë si punëtore. Boj hizmet asaj për cilin ke bo marrveshje, për cilin ke shku atje. Se qërka një nga shpije. Punë, lek, pasuri, malë. Apo Allah në rrujë shko punëtore me punu, shef që ka ne, ndarget të e vedhet për nërën e të ku ka shko me punu. Apo e kanë vraket, shqiptarën, se ne mana që për rase mirëne, për shumë. E kuptëm, a e ka marrë në punë, e ka majtë me bukë, e ka vjetë gjithë natën, e ka shrejnë, e ka vra. Vallahi, e ka vra me gjithë burë e gru, si që në tjene, në greka, italiane, se që se di, po të shku për halë, të shku për punë. Nuk ka nësi se ku punon. Me e të bëjsh punë halal, mës bëjsh punë qia, nuk presh punë. Punon. Shqive pra, edhe Jusufja a.s. Një djallë të mamë. Se kjo gruje që e bleu i boni një kurë të rëzikshme. Apo me thonë ma Shqipe shtojmë i moralitet. Pa ne hoqë se bëjnë i pyetje njerëzit shpesh rrëdhë kësaj qështje. Me dalë një jetë jenë rrugë, që i batej, së më ka dalë një rrugë, për dhe për dalë si që i dori Jusufet a.s. Allahu i më thamë më mbrojti. Se dhe unë thamë mund kisha shku viktim si ata, ose mund plëtsëshje të dëshirat e asaj, apo të atyre, por Allahu i më thamë mbrojti. Ti kërka Allahu, të mbrojti. Ati kur shkojsh me punu, ke punëtori, ke ai punëdhënësi, ke pronari, ke shpeja tije, gjithë nej. Unë i kom nëmru rreth 15.000 shpija. 36 vite, 15.000 shpija kom hekëm dalë. Vallaj, nuk dalë ma këtu me ma gjithë një këtonë, horë shika këtu. Ke shko filan ven me ke pas probleme. Mas dilë këtë të ma. Së dalë vallaj, që i betohëm zorë. Shënë lojnë e ta. Të e në sprova, që ti bënë Allahu që të shëru. Shko të shpehime se ke gruja tja, burre, ke pasurire, shko merë, lesa të dush, merë sa të dush, po që të dush. Njëti pozicion. Ata e këshin more, pleni, siguron, shpi, lek, gjithët mirat i Jusufit, a.s. Por, nga që kishtë dhe të pamin e jashtë, urrejnë në në. Edhe ta joshim në për imoralitet. Këte e mbrojti Zotë që të gjera mund. Bravo. Mos harrote. E në nuk ishte por i pjek, ha? Jo vëllaj. Fmi, mund këtë jenë 5-16 veç, 17 veç, me këtë kohë. Sa ne i këtu këtë kuj mbreti e gjithi. Fmi ishte. Po, lidhe vetën të shqipë. Pse vjen gjami këtu? Për këtë punë vjen gjami. Se këtu s'kini fitimi, jo si gjonë për të. Në anët i njës, punët i kini atje, i kini lanë kretë, Allahu ja bëndë marrë i shodër, këtu me marrë që i të mësim me veni. Si në dhe këti Jusufit a.s. Kur i afroi moraliteti. Edhe, shërboni vi. A ta mam djallë zëdnej.
Nëse doli i pastër nga imoraliteti, po prap aja duhe Azizit nuk do të nëllë me kaq. Do të qojnë burë. Edhe ky ajeti që përmena unë në vlezër, është bash ajeti sa ka hyrë burë. Inna në raket, minel muhsinin. Ate ishte bash me e dy tjerë. Ishte dhe tjerë burë, po. Të shte i hiku kjo sprove, kalojte. Alhamdulillah. Pra, më zharro. Ke shoku, ke miku, ke pronari, ku tjerë, që të kalonë atje, lek, punë, më strakto. Kja ku e ke shemë, e Jusufit a.s. Edhe, i dashur i Zotit do sprovu. Të shiranë burë. Ata shok të burgët sa e parë, që këtë djali mirë, i thënë, ishte të nu, për imoralitet, e kështë në futare, 7 vjetë. Pas kështë e bënë, i ka për Zotit. Allahu që le fletë për anë,